Shkoi njëra, tha, ishte një i devotshëm. Tha, jo, ishte e bukur shumë. Po me makjazh, se pa makjazh, njëri u mashtru me njërën gjatë, femra me bukur në botë, edhe u afru ma atë, më edhe vazhdun, si që është bërë modë. Kur zju mëngjes u qu nga shtrati, thuj se më, tha rash me i femër tjetër shtrat, u qova me tjetër. Ajo u zgju këshu, tha qa ke, tha tjetër gjeta mëngjes, jo më unë jam, po ishte pa makjazh. Mashtrim në kjo punë. Tjetër është me makjazh, tjetër mashtrohet, rinia mashtrohet, kur e shef mëngjes trembet. Tani, kjo tha, kjo e bukra me makjazh. Tha unë, tha filani që mbaj si i devotshëm, unë tha e bëj që tronditet ai. Kush është ai? Se ju hap namin popull që është i devotshëm i mirë e me radhë. Tha unë. Edhe i shkoi kështu me e provoku. Ej besimtarët e ka besu ke i madhi Zot me sinqeritet, s'ka gjë që e trondit. Malin me avon bishbatlla. Dhe i shkoi dhe i tha, duke e provoku, kam i pyetje, se që nga trote kështu, filozofi shejtaneske, e pak kështu duke e provoku edhe tha ndal. Tha, jeti njeri apo jo? Tha, njeri jam. A tha, nga i piku i ka ardha jo? Tha, po. Tha, njeri ti edhe unë jemi, tha që mu djersiti qik mos me pas uj ma i merë të pakëndshme. Tha, po, e vërtet është. Tha, a ne jemi ato që mu zgjumë gjes, po su regullu me na pa njeri në gjajmë si gjine, si shejtan. Tha, ne jemi. Tha, a jemi ne, tha që ushjemi, edhe kemi nevoj mas ushimit, që kemi krym nevojat personale. Tha, ne jemi. Tha, jemi ne që kur japim shpirt, bojmi si akull aty në shtratin e vdekjes. Tha, ne jemi. E për qarë po më vjen, tha, zje bukur, kur unë do të lejt madhin Zot për ty, tha që i ke gjithë thot meta, larg, vazhdo, tha rrugën, vazhdo, se zvej kënd me të madhin Zot i qof shafal. A do ta humbim fenë të madhin Zot neve për krijesa, që mos me pas uj nuk e afrohesh dot dhe kur vdesin si ngjallim dot. E do lem madhin Zot dhe të përjetshëm i qofshim fal. Jo vëllezër dhe motra ju begatofti madhi Zot, kur nuk e bon një musliman dhe i muslimane e sinqert. Unë i them motrave muslimane që se jo pak të ri largohen nga feja kur bin botën e immoralitetit. Ato femra që provokojnë meshkuj dhe dalin nga feja e Zotit, gjinafe do t'i japin llogari kur dalin përpara të madhit Zot. Taksative. O me jefal dhalike jelka e thama, tha kush i punon këto vepra e merr gjinafin. I shtohet, thot, ditën e gjykimit 2 fish dhe do t'i poshtroj Zotin atë ditë. Mbaroj. Po një që i bën këto, çfarë me bone? Një që i ka bo këto gabime s'ka ditë. Zoti i gjithësisë, falësi i madh, mëshiruesi i madh, hap tash me dyert e mëshirës tij, faljes tij, begatisë tij dhe tregon kush është ai. Tha illa men tab wa amana wa amila amalan saliha. Tha këto janë gjinafe të mëdha shumë. Këto janë gjinafe. Tha por dikush s'ka ditë. Dikush i ka bo sepse se ka njoft mirë Islamin. Dikush ja kishin mashtruar ai shumë sa than pa këto jeta është kot. Dhe bjen kontakt me Islamin dhe mëson Zoti i gjithësisë i hap dyert e mëshirës së faljes sot, përveç atyre që i bën këto veprime, po kthejnë, pendohen, besojnë, bëjnë vepra të mira, ja kthejmë këto të këqija në të mira. Kështu ka thënë i madhi Zot, ka shpresë për gjithë. Ka thënë ato të cilët besojnë, pendohen dhe bëjnë edhe vepra të mira, këto vepra të këqija që i bëjnë, imagjino sa të këqija që i tham, ja kthejmë vepra të mira. Ka thënë dietarët, si të këqija të kthyn mira, ka 2 mendime. E para thot ja kthem të këqijat si nga shirku që bënte tani beson Zotin që është një dhe një i vetëm. Nga vrasja që bënte tani kalojnë paqen islame dhe e treta nga bota e moralitetit kalojnë me moral të mirë. Thojnë disa të tjerë kanë thonë duke e marrë tekstualisht ajetin e Kuranit thojnë kur dalin përpara Zotit, këto njerëz janë të friksuar dhe kur i hapet libri i jetës nuk i gjejnë. Dhe thojnë me turp, i madhi Zot, unë i kam bërë këto, ku i kam? Tha mos u mërzit i madhi Zot, se ato të këqija kur u pendove dhe u bëre musliman dhe muslimane e mirë, ti kam botë mira.